si kryetar komune, duke mos shfrytzuar asnjë moment si kandidat, të bëj thirrje që në rrethin e parë të jenë këtu. Në rrethin e parë, duke sqaruar këtë që biseduam, mobilizimin e palës maqedonase për të kaluar në rrethin e parë. Në radhë parë për të sqaruar se dalja e 3 kandidatëve duhet të jetë mobilizuese që ne të rrisim pragun. Se ishte një dilemë se për shkak daljes 3 mund të kaloj në rreth parë kandidati i VMRO-s. U kam sqaruar në detaje se nëse ne arrisim trupin votues të 3 kandidatët tonë, në këtë rast, unë akoma i pashpallur, por si sqarim 3 kandidatë eventualisht, atëherë ne ja pamundsojmë atij që të kaloj. Se në fund llogaria është votat e 3 kandidatëve tonë barazohen me votën e kandidatit makedonas, derisa e kam sqaruar. E dyta, u kam bërë ftesë për këtë arsye të vinë në rrethin e parë. Në rrethin e parë dhe vazhdoj mendoj, edhe përsëri u bëj thirrje emërgjimtarëve, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në veçanti të Evropës, Zvicër, Gjermani, Austri dhe Itali, Francë, gjithandej ku janë, që me mundësi që kanë, sigurisht me mundësi që kanë, dhe doja e ditë vlerën dhe peshën këtij qyteti, si të kaluarës së këtij qyteti, po në veçanti të ardhmës dhe perspektivës këtij qyteti që më 19 tetor të jenë këtu dhe ne të gavnjejmë në zgjedhjet e para dhe pastaj për rrethin e dytë është një situatë krejtësisht tjetër, kemi shifrat e sakta për të dyja në këtë rast pala shqiptare dhe pala maqedonase dhe mbeten 2 javë që të veprojmë pastaj për rrethin e dytë. Por rrethi i parë është shumë i rëndësishëm.